Për zotin, ma djekës ishte kjo. Atëherë, vazhdojmë edhe një herë, të undra në të. Është shumë e fort, o Jori, a e vërë mirë salqe? O më këtë di që kupton ti, po unë kuptoj që po digjem. Kur u ktheva, o prej gurbetit, bashën ti me shkova ta takoj. Kjo Diego. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vinin Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Forca zakonit e kërkon gjithmonë, gjithë falenderoj gjithë ata që na ndjekin nga diaspora, faleminderit gjithëve, nuk do rresh kurrë falenderuari. Mos më kërkoni vetëm përmendjet e shteteve se gjithmonë shkruani për komente pse harrove njërin dhe tjetrin. Të gjithë mo pa përjashtim edhe nëse kanë Artemis 2 shqiptarë që po shkojnë nën, i përshëndes dhe ata. Përshëndes sigurisht dhe ata të gjithë që i përkasin Shqipërisë, të cilët na ndihmojnë të vjojmë, të prodhojmë kontent. Prandaj nëse doni të vjoni të na ndihmoni, Flak Fare kudo, Instagram, TikTok, Facebook dhe sigurisht Hoje Media në YouTube. Thënë gjitha kjo falenderoj edhe sponsorët e mi Argendari Donaldo, birën Epos Bir Legjenda, shrumin Bumbu që është jo që ditën 1 në fakt, jo në vajti ca kohë, po që ditën 2 po themi të emisionit, sallamet tona si gjithmonë. Petalin dhe Juten, se shikon ai mos harroni sponsor, por do t'i jap lekët e tua ç'ke. Dhe sigurisht, siç e do zakoni, do të prezantoj edhe ftuarin që kam kënaqësinë maksimale ta kem në studio. Në fakt, e kisha kështu me dyshje të madhe, a do më vinte as do më vinte, se unë personalisht nuk e njoh, e kam ndjekur në gjithë rrugtimin e saj, një super këngëtare, një super artiste mbi të gjitha, dhe isha kurioz, aq sa skeptik, aq sa edhe i friksuar si do jetë intervista me të. Megjithatë, kur rastisi që jeta na solli që ta njohën në botën mediatike, kuptova që është një tip gallat, easy going, dhe ajo çfarë pasqyron përgjithsisht në media në fakt është e vërtetë. Zonja dhe zotërin, pa shumë fjalë tepërta, sepse legjendat nuk kanë nevojë për prezantime. Fifi në Flak Fare. Ua, qa prezantime ke bo. Ka ardhur këtu se Lindioni. Fifi më burr. Fifi pse në vlerëson veten? Shikon, në botën e muzikës shqiptare, do me thënë legjend. Legjend ishte klasifikon kur ndron jetë. Shqyr zoti ti e mirë, kupton? Po mund të jesh legjend e gjallë. Po jam legjend e gjallë. Si je një, kjo është. Jam legjend e gjallë. Legjend e gjallë. Jam. Je, pra më kujtoj edhe një se do të pyes për shumë. Si je? Mirë. Jam shumë mirë, jam shumë e lodhur, po jam mirë. Çfarë të lodh kaq shumë? Punët, momentalisht janë të mlodh punët që kam edhe, por nuk po e ndjejat shumë lodhjen, sepse po e shijoj shumë këtë procesin e përgatitjes koncertit, po e shijoj shumë gjithçka që është ongoing in my life, po e shijoj pafundësisht ç'a po më sjell ditë për ditëshmëria. Dhe me thënë, je euforike tani, je në atë fazën e euforisë. A vjen një pikë që pas kësaj stuhisë së madhe duhet këtë ndodhur në të kaluar? Më besoj që pas një stuhie shumë të madhe, pastaj fillon të bien atë lodhjen, të bie lodhja. Po pastaj ja bëj vetes shumë të qartë që kur kam nevojë për me pushu, edhe veç nalna. Edhe nuk e kam pikën e problemit. Mirë, para se të kalojmë tek detajet se ti nuk është se ke fol pak, ndoj që gjithë ato intervista, kishe lloj-lloj intervistash, kishe thella, të ndjera, me Gridën për shembull, që ishte intervistë dhe Grida është natyri për shembull që i çon njerëzit në një lloj rrëfimi të thellë. Po, varet ka ki përballë edhe varet. Mirë mu duke, ku do ti mo? Faleminderit. Shumë faleminderit. Shuhem për mos marr me të mira. Jo mos marr me të mira fare, po mirë mu duke vërtet. Domethënë më duket sikur ke çfarë të japësh në dimensione të ndryshme intervistimi. Nuk e di si je në raport me Salsa Diekse. Jam shumë mirë. Mirë, Po. Na do gjë. Jam shqiptare e Kosovës. Të jemi të qartë. Po, shqiptare e Kosovës. Unë në fakt kam qenë suarek 4-5 ditë. Edhe aty bëra masterin për këtë. Për pikantet, e? Po, bëra masterin për Flak Fare. Aty jam trajnuar në fillim. Marru doktoratur. Ke marru doktoratur? Po, në Prishtinë. Do të thënë ti duhet të jesh më mirë se unë i bie. Po besoj që po. Tani ta shoh. Jo, po pse nuk i pyes një herë, si ke marrëdhëniet me ti? Duhet të më thonë një herë, nuk i kam mirë që pastaj ti, se supozohet se ideja është, shiko,
Ideja është me thonë, si kam punët mirë që me Po pra, me bë një reagime. Nuk i kam punët mirë. Jo, tani s'u besoj më. Nuk i kam punët mirë fare, tash do ta provojmë inshallah. Hajde ta provojmë parën. Po, cila është e para? Ajo është nisim nga këtu deri prandej. Okej. E 11-a është sfidë legjendash. Unë i kam me dorë, kam qejf, kam çik fshatar. Edhe unë po hajt. Ja, më kap parën ashtu edhe çka. Më ka vënë batalë, nuk e di çka. Është jalapeno. Çfarë thuan? Si e quan këtë? Ja, është patate, për këtë salcën e kisha. Si dhe asaj? Jalapeno. Jalapeno, është speci. Po. Jalapeno. Po. Unë i them jalapeno, jugor. Jalapeno. Po tash, ose nuk e di si e ka ta mama jo. Mund ta ketë jalapeno, ose jalapeno, ose Të lutem, si thuhet? Si thuhet jalapeno, a jalapeno, as se di. Jalapeno bile mos kam parë. Ha? A mos është jalapeno në spanjoll? Mund të jetë jalapeno. Çfarë rëndësie ka kjo? Është ai speci i shela i shkurtit që me po me hangër kështu? Asgjë, për zotin. Të besoj, se nuk është ndaj djekse. Të ta provoj edhe një herë. Jo, do vazhdoj te e dyta se më hapitet tash e fare. Jo, po mos i kaq shpejt, pse ne kaq shpejt bëjmë në një dorë mua dhe kemi ardhur për ngrënë apo për të biseduar këtu? Direkt jo, no, kaluam 2 salsa pa e ndje, kjo më pëlqen shumë. Kjo është me mango. Nuk pëlqen? E mirë që ka. E mirë. Mund ta jap një vetë nëse të njëra ato të pëlqen. Po. A do? Ke kështu me kavanaz? Jo, em kasa fort. Okej. Më thej që e lodhur. Tani ne e dim botërisht, po duhet të dëgjojmë edhe prej teje, kur është koncerti, çfarë pritet këtë koncert? Që ta themi një herë, që është e rëndësishme. Koncerti është me datë 25 prill. Edhe mezi po pres. Me e një edhe njerëzit që jam të përjetuar në prova këtë ditë. Transformimin e këngëve që ju ka bërë Kledi Bahiti i ka rrit si projekte, i ka rrit si këngë, i ka rrit si ndjesi, po edhe bandën që kemi përzgjedh, muzikantët që kemi përzgjedh me qenë pjesë e këtij rrugtimi, se nuk do jetë thjesht një koncert për mua, do jetë një rrugtim. Data 25 prill 2026 shënohet dita kur fillon rrugtimi i Fifit me bandën e vet. Kemi në bateri Klodi Hidrin, kemi në kitar Fabin, në kitar po ashtu Endri Shanin, kemi në bas Ronin, kemi në tastier Kedin, kemi Kledin Bahitin, drejtues artistik dhe drejtor artistik, drejtues artistik, si të duash ti, njëta gjë është. Plus do të luaj edhe në piano, kemi Bruno në saksofon, kemi Edrin në perkusione. Ku do luani, në Vjenë? Do luajm edhe në Vjenë. Shumë e madhe. Mund të luajm edhe në Vjenë. Po pra. Kemi bo një band që i përmbush nevojat e muzikës që unë e bëj. Ka ndonë live ti Fifi? Jo. Nuk e ke, gjithmonë ti e ke me kompjuter zërin. Po, me këse jam, zakonisht me... Ta marrin kështu në... është zë i blerë dhe me thënë që vendoset me filtra se këtë kam dëgjuar. Me autotune. Me autotune është, e? Po. Mundësisht e kena bli një aparat që direkt... E mban me vete, e di unë. Se mban me vete dhe tani? Se mendoj njerëzit që për një me o burë është të... Se dhe nami më ka dalë. Njerëz dhe dilë që ti ke... Nami më ka dalë që s'di me kënu live. Po, hajde me 25-ën edhe e shqip një adi me kënu. Ku të ka dalë kuj nam, ty që s'di me kënu live? Në për festivale më burë. Pasysh, sepse aty e ki një këngë me kënu. Po? Sepse këtë gjë se kuptoj njerëzit. Kur shkon festival e ki vetëm një këngë me kënu, edhe janë vetëm 3 minuta. Me dhe përgjithësia që të shohë ty mi kurriz, është qa që forës, atë e thu, o zot, ako me stonu, ako me mik këtu, ako me mik aty, dhe janë gjithë ata njerëz, mos të shtoj shifra ma shumë sa që duhet, po them, gjithë ata njerëz që janë duket ndjekë dhe që janë tu prit se do ta përfundosh projektin tat. Po janë edhe një pjesë tjetër që me si presin ty kur po t'ikën, a kupton? Ja që s'ta duan mirën. Pa tjetër, mundësisht janë edhe njerëz të tu. A kupton? Ku quan njerëz të tu ti? Shoqëria. Shoqëria, po jo ti ta fut sot. Po pa tjetër. Po s'ka dalë. Ja më tha Adisi për shembull, ai vdes që të thosh ti. Adisi. Vetëm më prit se ta tregoj tash një rast. Ishim të marrë një furgon për videoklip. Edhe e morën telefon.
kishte gjetë një furgon tjetër, ta them edhe shumën, 65.000 lek. Të reja? Të vjetra? 65.000 lek të vjetra. Të vjetra? Për një ditë. Për ditë. Po. E mori një shoku vet i tha 100.000 lek. I një të furgon. A kupton? E jo ti ta futë plak. Qa shok është paske? Me ti të shok që i do armiq të miku im. Are mos na bi, aman. Po jo mos e zbi. Dikati për tretën. Po ma, pse ka të shpejte? Po kemi kohë deri tek 11 të themi të gjitha. Mirë, vazhdojmë. Ja po e kap dhe unë kështu që mos dukem si. Thajme. Të lëkeo kjo? Po. Na lesht. Një kuku emision. Gëzuar. Që ka ma pak pikante se kjo tjetra. Vërtet? Po, ja këndru venat plak. Pse ma bëjnë gjithmonë ftuarit të muhabet? Do ta sqaroj dhe ty që ta dish. Këto vinë me Scoville. Scoville është një siamant se djegjes. Edhe nuk e se përsa këto janë. Po e di ç'a ndodh? Ndodh që për shembull të djeg që ka jo para, dhe tek tjetra krijon tolerancë. Dhe duhet të rritet shumë fuqia e tjetrës që të ndihesh diferencë, që të ndihesh që është më djegse. Ky është problemi. Shumë mirë. Avash. Po, ma po, këtu jemi, po. Je njeri që ke besim vetvete në tërësi apo ke pas frikrat e tua? Nga 110, 9.8 besoj. Besim. Po. Po në 9.8 je, mashallah. 0.2 kam ato dyshimet e mia. Për këtë koncertin tua apo në tërësi? Në tërësi. Në tërësi 0.2 je? Po. 0.2 është shumë si këto. Dhe me thonë, ullet të niveli, exchange-it, shumë pak. Ullet niveli në momentin që kam njerëz që më cicerojnë edhe më thonë, po jo pështite se nashta se mbas se nuk bëhet, se kthehet, se bjen shi, se bjen borë, se bjen kjo do e bojnë malore pa që nevoja. Pastaj më zbret në 7, por në 95% rasteve është 9.8. Mire paske. E besoj shumë tek gjëja që bëj. Mire paske. Unë besoj se e kam personalisht aq, domethënë mund të jem më pak, po ku di unë nuk si jam mësuar të më bëjmë pyetje, tani më kapet pa përgatitur, si isha gati. Unë tani e kam kriju këtë gjë, se e kam pasur të vogël, po. A të flasim të bëj një retrospektiv për sa i përket pikërisht kësaj pjese mua e para më vjen shumë mirë që e ke këtë, është gjë shumë pozitive. Se prodhon veç se mirë, si për ty, si për shoqërinë, si për gjithë ata që të rrethojnë. Pastaj ti edhe figurë publike dhe ti ndikon edhe artistikisht shumë më gjerë se thjesht rrethi më i ngushtë. Por një perceptim që është shkruar së shumti në eksperiencën që ke pas dhe në reality është që ke një ndjeshmëri, hiperndjeshmëri, je shumë e ndjeshme se natyrë. E cila hiperndjeshmëri sigurisht çdo njeri mund ta çojë në veprime, në reagime që sigurisht edhe unë jam i ndjeshëm dhe impulsiv dhe reagues për shembull, për të cilat pak më vonë për shembull nuk ndihem mirë, do të thoya, ta kisha mundësi ta kisha ndaluar. Nga ana tjetër, ti je një super artiste. Je një super artiste jo vetëm për melodin që arrin të interpretosh, po edhe të krijosh, po edhe për tekstet që në fakt janë duken si rrëfime disa dimensionale, janë vërtet thella. A mendon se pikërisht prej kësaj prodhohet kjo dhe nëse do të jepni një zgjedhje të eliminuarit të hiperndjeshmërisë? Jo, s'do ta eliminoj. Nuk do ta eliminoj. Jo, sepse më bën të zakonshme. Më bën të bën të zakonshme. Po, dhe nuk dua të jem njëri i zakonshëm. Po të bën të vuash? Jam mësu. Je mësu të vuash? Jam mësu me pranu këtë gjën si që jam. Di me e kontrollu. Si ka arrit ta kontrollosh? Është për, domethënë. Ja të ta shpjegoj. Po, ma thuaj, po. Tani ta shpjegoj. Ti fole për hiper emocionet që unë i kam, si njeri. Shpërthimet e mia nuk janë kurrë pa një arsye. Dhe unë nuk e lej veten kurrë me shku deri me derdh këtë. Domethënë, kjo gjëja nuk derdhet, por nuk e shtyve. Okej. A më kupton? Unë jam njëjtë. Po nuk më shtyve, unë nuk shpërthej. Qartë, po varet sa plot je. Ajo është pastaj ndjeshmëria. Full, sepse unë duroj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe ç'a ndodh? Për mos me të shit ty, e majnë veti. Mos me të shit ty prap, e majnë veti. Mos me të shit 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, pastaj kur I'm like, hik, apo kupton, po prap unë nuk e di pse ka dalë sikur unë jam që ka hiper emocionale. Po është perceptimi për reality show. Nuk e kuptoj pse. Prej Bigut. Te Bigu duket sigurisht një natyrë shumë emocionale. Jam, unë jam. Po jo atë sa e kanë bo. Atëherë mbase gjërat që ndodhin brenda reality show perceptohen më të amplifikuara. Jo, gjërat që ndodhin në reality show janë ato që
Domethënë njerëzit që e kanë pa Big Brotherin në për Instagram, ata nuk janë që shohin reality show. Nuk është ti nuk je ndjekës pastaj. Ti je thjesht një njeri që ndjek rrjetet sociale. Ata që shohin Big Brotherin janë ata që ulen përpara televizorit dhe shohin çka ka ndodhur. A kupton? Maksimumi prime. Sepse ti nuk ti s'mundesh me ndjek gjithë rreth. Po, shkak pasojën, po. Gjithçka është shkak pasojë. Po, ta bëj ty pyetje. Në momentin që ty po pra ty po të marrin intervistë. A është vani hapur? Jepi, vazhdo. Është vani hapur tani. Po, do ta bëjmë bashkë bisedën. Po, është podcast, apo jo? Sigurisht. Faleminderit. Tani, ti je marrë vesh me mua që unë marrë një intervistë. Po. Edhe unë them, do vinë ora 6. Po. Edhe unë, nga ora 6, ta shty din ora 9:45. Po. Dhe unë kur vi këtu, si do sillesh ti? S'jam fare, Lal. S'më gjen këtu. Faleminderit. Unë do isha du të prit. Po, ja pra, këtë s'duhet bësh. Po, mos e let mbushet, që pastaj t'ja derdhësh aty. Po, tash ti, mbaret për njeriu. Mu babi jam më ka mësu një jetë që me respektu tjetrin. Nuk ka rëndësi atë respekton ai ty. S'jam dakord te kjo. Respektoj ti, por unë kam marrë në një pikë tash ti që jam të dashur me respektu më shumë veten. Bravo, edhe këtu jam dakord. Po, tash ti ma hape muhabetin në reality show. E di, e kuptova. A di ku ka marrë kthes komplet jeta jam? Ditën që jam bonon. Aha. Po për më thuash ti histori pas Salsës 4. Po. Çandi se do të pyes për atë, kisha pyetë që ta bëja aty te 4-ta po. E treta jemi thotë e 4-ta po. Po. Ja nuk hati njerë. Beso dhe kontrollo. Jo. Aha. Ragimi që s'duhet. Qa është kjo gjëja? Pëlqenjë të ëmbla. Po që ka ëmbël. Shumë Nuk e ka që ka ananas, ajo ka kështu. Cool. Do e marrë salsat me vetëm duket jo, no? Dogji? Më ka mundësi që ti marrë krejt me vete. O lal, nuk më djekë mu. Ajo mundet me më djekë, ajo atje. Kot. Po presim. Aty doja të pyesja për këtë, për prindërimin. Po, do me thonë, gjithë kjo ngarkesa që e kom pas... Pra bëje më shumë për njerëzit tu, kjo është tërdi. A kom bo shumë për njerëzit, ty pyet për kënë s'ke bo. Për mua jo njerë, Lal. Po s'm ka lidhje ta me ty, Lal. Që të bëjmë? Po tani mund të lidh, nga tani ti të ka lidh, dhe pas... Je njeri që bën? Shumë. A ke 100 që borç? 200, da? Pis, bro. S'ka nevoj vlla jot. Jam shumë... Nuk kërkoj vetë të tjerët, para kështu. edhe i kom pas vënd të tjerët. Ti po deshe me na dhën. Po ma, a dis lutëm. A dire një... A pulet. Kena një 200 qema. Tha 100 a plak, apo? Tha 100, apo o bo 200. Theti 200. Po o 300, sa da? Ti japun. Ore, zemra të... Kur kesh musik keni mo, ja, e futi njërë dorën xhep ai si soli. Qa e fut në kot s'ka, shko që bën, kërkon xhepat. Qënë s'ka, nuk do... Fjala. Që çantën nga të grusë, më unë do nga tuat. Edhe ai e ka çantën anej. A ju i mbani lekët bashk? Jo, shiqyr po na marr gruaja. Jo, ja kap seriozisht. Se unë për shembull me gruan i mbajmë bashk. Nuk i kemi ndarë. Nga që i thonë. Po unë shkoja marr në herë kur s'kam lek, shkoja. Edhe unë shkoja marr në herë kur s'kam. A, kompensoni njëri tjetrin? Jo. Mesatarja tha. I tregoj masimuri. Kur mori me ish, e bën si me kafen? Kam pas unë kur letën ja 2-3 ditë. Dakor. Me thuaj çik për këtë eksperiencën e se edhe ti edhe unë jemi prindër të rinj në relativisht. Edhe për shembull kur më pyesnin ose kur pyesja veten time në lidhje me si është ti e shprind, pak a shumë konkluzioni im ishte ky që para se të isha, kisha ëndra. Pas ju bëra, kuptova pse kisha ëndra. Kupton? Pak a shumë kjo ishte për mua. Po shumë e bukur. E bukur është, po. Ore, them flas mirë, nuk pas e bëj dhe ndonjë tekst këngë. Çe ke rregull ti? Në rregull jam unë. Po. Si ishte për ty? Unë e kom thënë dhe them dhe do ta rithem sa të mbot kjo pyetje që unë kam ndryshu dhe jo kam ndryshu, po unë kam lind në datën 25 prill 2023. Në më thonë jeta jam pavarësisht që njerëzit më thonë tash që jam bo shumë arrogante, jam bo shumë egoiste. Jo, unë s'jam bo egoiste, thjesht jam bo nanë dhe ato lekët që kam shpenzu me njerëz cilët nuk e kanë meritu fare me shpenzu as kohën me ta, tash i përruj për qunin tem. A ka gjë më të bukur më? Nuk ka. S'ka fare.
Thjesht edhe çunin dua ta mësoj që duhet me pas shumë kujdes kës gjë ta ketë në rreth. A nuk është e bukur po thotë çuni për shembull, jo për gjë, po jam djali i Fifit. A nuk është e lezetshme kur të kanë referencë tillë? Jam biri i Psilonit ose X-it ose djali i Adisit. Po sikur nëse goca ta thotë për ty. Absolutisht për mua do ishte krenaria më e goca e madhe. Rudit. Patjetër do ishte krenaria më e madhe. Do ishte shiko, për mua është qëllim në vetvete ajo. Po, Që ta bëj edhe për krenar, mua. që ta ketë një Dhe pikë referencë. Prandaj shumë gjëra jam shumë e lumtur që kanë marrë këtë kthesën siç e kanë marrë. Edhe jom bo qysh jom bo, edhe jom të e kriju atë filloritën e re. A kupton që me menu ma shumë për vete, për familjen e vet, për fëmijët e vet, që kam e pas ma shumë në të ardhmen. Edhe Sa është qefi idealisht magjik? 3 them, unë kam qef 3, po nuk e di ato. Unë do doja shumë të kisha 4. Shkoj tjetër u kolli. Unë do doja shumë. Mbaj veten trim, mbaj veten, do doja tha. Nuk i Do di. doja shumë të kisha Zoti 4, ore, po kismet, ma po. qej zoti edhe i gocë jam rregull. Çun goci do? Çunin e kam. Ore ç'më ka hedh mua, unë i dua vetëm goca tani. Mbase nga që s'kam provuar. Unë e kom dash të parin me pas gocë dhe ishte kështu, dua gocë. Për baballarët janë Dhe çfarë fare, nuk e di. tani kur e mora vesh që kam çun u mërzita, po sot i bi pishman që jam mërzit sepse jam super e lumtur që e kam E si më vjen të bëj një pyetje kështu nga këto emisionet e pasdites, ku ti ngjan më shumë? Dëgjoj, Theo e ka hijen kompletime, është i bardhë si puna ime, po ka këtë format e babës vet. Si ka mundsi gjau babait, ë? Po. Thjesht është i bardhë si dajt. Okej, është dakor, çuditshme në fakt se çuni i parë që bën nëna i ngjan zakonisht i ngjan nënës. Hijen e merr nënës. E merr, ë? Po, vetëm hijen e merr Po vajza e thonë ngjan babait, mos ka marr asgjë, vetëm mbi emrin. Që nuk e di do ta mbaj. Po normalisht është do ta mbaj kur të rritet martohet, pusohet. Po shefe provizorisht më ka vetëm mbi emrin kur e mend. Po pse ta marrin? Pse fare? Pse jo, s'më kanë gjë fare. Fare. Fare lal. Është kështu, pash një foto, më nisi një foto, një gif nusja të vetes. Dhe thash po kjo kur e ka vesh këto rrobat gocës, kupton, kur ishte e vogël nusja. Dhe thash po kjo kur e ka vesh këto rrobat shëmtuara gocës, kupton? Ne ishte thjesht nusja ime me ca rroba të qepura kështu, nuk arrita të dalloja ishte vajza apo nusja. Ishte e dike. Okej. E di, është gen kot më, kupton? Na vrau jetën natës lart, kupton? Nuk nuk dominoi fare geni im, ishte kështu i lodhur me zë. Deri këtu jam, kupton? Deri këtu jam. Jo, edhe u kthem rap, se? Merr. Jo, ja ka marrë krejt formën e syve. Okej, ai është Ai është Matjani e ti, ë? Po. Me origjinë. Matjan, edhe nusja ime është Matjane. Dhe ata më duket se ka një gen dominant si zonë. Por që Theo është shumë i bardhë si kuron. Edhe ajo shumë i bardhë është dhe imja, kupton? Po jo si Theo unë. është shumë i bardhë si kuron. Po temperamenti kështu? Si ku është mix. Mix është, ë? Është mix. Është edhe shumë i qetë, edhe shumë domethënë është 75% i qetë, 25% e ka atë momentin, është një dem i lezetshëm, vdes marrë për të. Dem, ku ka si demat? 25 prit, prandaj e koncerti 25 prit për në nderim të ditëlindjes së. Jo në nderim. Domethënë, Në shifë kujtim si është? Jo. Unë mendoj që me 25 prill unë kam rilind dhe këtë vit e festojmë 3 vjetorin. Mrekulli, tek e pesta, sa e bukur. E bukur, E bukur është? Plus që konsideroj që data, do me thonë po shifshim për datat pa atë kongresave. Edhe ma është e boshe, ke për? E ke seriozisht? Ja futa kodën e thash i paratut. Vetëm një datë ishte 25? Kanë qenë 2 javë përpara, po jo edhe holli, edhe kishte shumë gjëra që u dashke. Po tamam që ka 25 pra. A nuk është ironi e fatit? Destiny, beson në energji? Unë besoj që asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Thua. Po është fat? Beson se arritet duhen pasoj fati apo pasoj pune përkushtimi e tjera me radhë? Po fati të dyja favorizon janë të integruara me njëra tjetrën, menoj unë. Qa? Zero. Asnjë lloj ndjeshmërie. Jo, i çeka. Çeka, po jo na gjë që Të shkruash apo të këndosh, Fifi? Të shkruash. Dakor, dhe mbyllim intervistën. Do me thënë, se nuk ka le ta mbaroj, të pëlqen të shkruash, e kuptova, më shumë. Ku mendon se je më e mirë, tjetër gjë çfarë të pëlqen? Të baladat. Jo, ku mendon se je më e mirë, je si këngëtare apo si tekst shkruese?
Sa vështirë të thuaj tekstshkruese. Tekstshkruese je më mirë. Mendimin jam, shiko, mëse mbase për një publik që ju nuk e di, mund ta thuash disa këngë, nuk ka problem, mund t'i Jo, e preka mikrofonin edhe. Po mund t'i bish për pa. Të bezdis njerëzit e shtëpia. Ja, ky mikrofoni gjysh. Disa të gjëhet tup. Tekste që kam shkruar. Tekste të këngëve të famshme të suksesshme, për shembull që mund mos a din, tekstshkruese e këngëve të suksesshme. Ky është artikulimi miq. Zemrën tim maje, ti zemrën maje, kur mu derë s'madhe, jo kur mu derë s'madhe. Ti kur i shkruan, për shembull, edhe i imagjinon si mund të këndon? Patjetër, që po. Kjo t'jep një dorë më shumë. Të shkruan dhe olë po ma merë mendja nuk e mendon për shembull melodinë. Jo, më varet krejt prej momentit, ka raste që shkruaj vetëm tekstin, pastaj ja alternoj muzikën, ka raste që bëj muzikën, pastaj alternoj tekstin, ka raste që më vinte dyja për herë. Ke menduar të bësh libër? Poezi? Po, e kam menu, po jo tani. Më vonë, Po. Më vonë. Është periudha me Moza Ahmeti tani, nuk tani ishte kohë të bësh libra. Do kthehet ajo, është e ke parë Mozën? Po. Është fenomen. Amazing. A nuk është shumë e mirë? Është shumë cool. S'kam parë njëri, është i vetmi fenomen në historinë e Shqipërisë që nuk shau njëri. Është i vetmi fenomen që aty e kemi pas dhe se ka vlerësuar njëri. Po, është turp i madh fakt kur e mendoj. Kaq. Pse është kaq problem në Shqipëri, Fifi? Jemi rënd, vërtet. Po si ka mundësi është kaq problem? Sepse ajo ka dalë tonkone për intervista. Pse keni vënë re? Ajo ka qenë aty. Jo, unë e kam vënë për shembull re, edhe më kanë bërë përshtypje intervistat e saj, më kanë bërë përshtypje mënyra se si ajo është përgjigj, se si ajo e ka tregu veten e vet, edhe ka tregu historinë. Fajtor, unë jo. Me vërtet? Po, shiko, e para duhet infektohemi prej gjës që bëhet virale, Po pra. Dhe tani po infektohen, për shqyr zotit që po infektohen të mimoza, kupton? Po shqyr, tamam. Për çfarë mendon se të njohin më shumë njerëzit ty? Masa e gjë. Ke një... Kur më rat fikt. Wow, bëri vet! Po ke bërë vet aty se diskutohet. Unë jam i pari që kam thënë, po kjo vdiq për vëmendje, po ha më çaj idesh dok. Debilja. Po Ç'a të bëjmë? tra vërtet fikët, Ti ma bëra vet. Në fakt duk që ishte fake. Pa, Ore, shiko. Shiko se ky është problem, ore. Të bien fikët, të akuzojnë pse gënjen sikur të bien fikët. Kupton? Është si zgjedh kësaj situate. Ti çfarë mendon se do të përfitojnë? Do të thënë, çfarë mendon se mendojnë njerëzit që se do përfitojnë ti nëse do Jo, ma thuj ti se unë nuk jam. Që do e vëmend, do e ta dramatizoj akoma më shumë. Po ç'a do fitoja unë që do ta dramatizoj këtë gjë? Do t'rregoj që emocionet e tua janë të sinqerta. Gjithçka që ndjen, ai presioni, trisnia që ti ke ndjer në ato momente nuk është thjesht një gjë që egzageron, po e ndjen në organizmin dhe palcën tënde. Dhe kjo duhet patjetër të stiset? Çfarë lojtari do isha në Big Brother? Duhet stiset. Dhe kjo duhet dyra me bonë me mrat fik. Po ti vërtet e ndjeve ato, do të thënë ato pasojat. Ore, unë nuk ndjeva, unë nuk puta. Po të ka ndodhur herë tjetër? Unë jam me precedent, burr. Me çfarë precedent penal? Me precedent penal, ku do të thonë në momentin që unë kam mbi dozë emocione, është si të fortë, do të thonë të forta, të mira, të këqija, hidhërimi, gëzimi, whatever, tu buzëqesh shumë unë më mrat fikt. Në pas shumë më mrat fikt. Nuk është, e kam kronike. Të ndodh kjo. Dhe njerëzit e kanë ditë para se më futën në Big Brother. Ti e ke ditë? Se kanë njohur. E ke njohur pas të fikut? E kom për YouTube dhe mra. E ke bërë më nga gëzimi që ti vjen më të fikët më? Nga gëzimi jo, po nga... Shqipqa, ore të dia djalë të mirë. Jo, nuk të ka bërë ai, besoj. Është gaforra ai. Ai duket shumë i mirë, ma është vërtet aq i mirë sa duket ai. Kam disa vite që e njoh. Gjithmonë kështu pozitiv i qeshur, i mirë. A është vërtet apo është thjesht kap? Është çik bullizues, po i mirë. Është bullizues. Je bullizuesi? S'duket si bullizues më. Në formë humori dhe... Në formë humori, bra. Po formë humori bullizohet apo? Jo, bullizimi mund të jetë edhe në formë, shiko, po, në fakt ka disa lloj humorësh. Po i dashur, po, Joni, Sofi! Të lutem më. Bumbuja na iku, ja kështu na vin ftuarit, na vin me miq, shumë na marrin bumbun. Duhet na sillin në. Godat janë të shpuara. Janë të vogla. Ka marrë me burr. Ka ardhur me burrë, më nuk janë të fshehta ato, nuk i përmend që vjen dhe me ata bodyguardët.
Gocat janë të rjetëve, apo jo, të menaxhimit të Gocat mediat. janë të Quadr Events. Janë të Quadr Events, okej, nuk e dija. Ndjes goca, e kërkoj ndjes. Gocat janë të Quadr Events. Ku jemi? Pse kam pyetje për ty. Shiko se ishte. Priti sekond, se më pyete për Adisin, kur thash unë, çfarë është Adisi, thash është i çik bullizues, po Adisi është njeriu më i mirë që ka ndodhur në jetën time. Unë këtë e besoj. Shiko, Adisi me aq sa e njohën dhe për mua ka qenë një periudhë më mirë që kisha në jetën time, më duke kështu rob zoti. Është shumë djalish, sepse është rob zoti. Edhe çat ndysh për njerëzit. Duar drogitje për Adis. Është rob i mirë, është rob i mirë. E din të gjithë. Është dhe nga familje shumë e fizme, unë ja njoh dhe familjen. Për vjera ime më thash vjera jote, vjerës time i ka dhënë mësim në shkollë. Çfarë thon? Po përmend e tha aty, kupton? Dhe ishte nusja me gjithosh, ama çike këto muhabetin do të. Non të dua non. Urdhro Antela, thuaj Antelës. Ndërkohë nana e Rudit të përshëndes. Sa të mirë që bë një. Unë nanës time i fola, sepse na e thrasim nan. Unë edhe theva thrasim nan mamin e Adisit. Po, absolutisht ashtu. Edhe unë ashtu i them, mama po që ajo sikletose, që shkruaj me këto Pastaj vjera. thon nan. Mami them. Po mirë. Po mami, se është mami gjysmës time, kupton? Pa Adisi nuk e Më di duket si thot old mami school. tem, nuk e thot fare më duket. Si i thret ti? I vjen zër. I thret me emër. I thret me emër, besoj. Po. Jo, E si kalove. Si ka për... Më fal. Nuk e të ty. Po më tha unë ti tha, po si ti them tha babi tat tha. Është babi, tha, jo, tha si them do. Po babi si e çunat është më e vështirë. Mos i thuaj thash fare. Edhe ishin të bëm O, muhabet zotëri. edhe i vitën një herë më i thon a vini atë po nuk i tha atë. Nuk i flet. Edhe me dorë. Të dy vetëm, nana dhe mamit edhe babit Po vetë shëja. Vetëm po e pan flet ky. Po ju drejtove në sy flet. Po. E kemi po si kështu. Ose më thot çka thuj. U çik babi. Okej, nice. Vazhdojmë te e E gjashta. I marrëm dhe vëmendje. 3, 4, 5, 6. Sa mirë që shkoni mirë si çiftore. Po ti veç prekshe pak o burr. Lyë tamam. Qyre, unë e ekonomizhi. Mirë. Po shiko ti merr gjysmën e copës time dhe lyn më shumë. Ha? 50% që 20% që është më pak se, nëse, E matematikë. ke ndru prap. Është kjo ma pikante se kjo. Kështu jetë në shtëpi ti? Në këto bë? Ska. Amo, se zë shumë ndjekë se kjo. Shumë mirë më jam. Do gjishik. Jo. Një. Unë s'po them që s'është pikante. Është. Po jo për nuk- me... Është pikante, më. Është. Dakor? Zë, më. Pritë se kisha pjetër shumë të bukur. U avdo gjovla. Unë dyshoj, prandaj mendoj, prandaj ekzistoj. Po. Dyshimi më i madh që ke pas në jetë, mendimi më i vlefshëm dhe momenti që ke pranuar ekzistencën tënde. Po atë momentin e pranimit të ekzistencës tënde më duket se është 25 prilli 2023. Ma përmende. Thuaj që kam ishte pyetje dyshuar. shumë e bukur, po. Ku ke dyshuar? Më shumë. Në Duhet kesh një ekzistencën moment, time? Po. Kur jam bullizuar, Kur je bullizuar ti? Ma di keq. ky pa kuj. Ma di keq, vlla. Jam bullizuar në periudhën shkollën e mesme. Po, çfarë bullizohesh? pesha. Mbi pesha. Aq shumë e vuan një njerin atë... Shumë. Shumë, Shumë. Sa ka Mos ndikuar ha, ti? mos pe. Ja, shifzi e bo. Po ti ishe mbi peshë se haj, ishe njëri që ke qef ushqimin? Motra jam që ishte fysht, hate 2 herë më shumë se unë. Është lloj organizmit. Aq shumë mund ta mbaj një njeri, mund ta përjetoj bullizmin në... Varet për njeriu, ka njerëz që e kthejnë bullizohet dhe e kthejnë humor dhe e kalojnë. Qartë. Ka njerëz si puna ime që e vuajnë në heshtje dhe ka të tjerë pastaj që bëjnë edhe gjëra të tjera. Qartë, po, në vërtet. Ky është momenti që ke dyshuar veten. Që kam dyshuar. Ke dyshuar në sensin a jem mjaftueshme, a mund të jesh diçka në jetën tënde, a... Jo, thjesht kam dyshuar për veten time, a do bëm edhe unë ndonjëherë që mos të bullizohem. Dhe qartë. Dhe këtë gjë pastaj e ktheva në forcë. Edhe e nisa me e bë muzikë. A është aty pikërisht në të mesme momenti që ti fillon kthen këtë emocion negativ në art? Po. Aty është, Sa interesante, të gjithë artistët e mëdhenj fatkeqësisht ose fatmirësisht kanë
Fatmirësisht. Shoqër që ndodhen. Na bëjnë me mësu. E po, jo të gjithë kanë arritur të kanë krijuar art të jashtëzakonshëm, kanë mbushur shpirtin e qindra, miliona, ose mbas edhe miliarde. Atëherë kanë qenë artist të denj. Për faktin që nuk kanë mbushur shpirtin e tyre? Jo, se s'kanë ditë me kriju dhimbjen në art. Jo, po e kanë dalë. Do të ke raste njerëzish, për shembull, Kurt Cobain ishte një fenomen për sa i përket muzikës. Revolucionoi një brez të tërë. Po kur nuk ja doli të shëronte, edhe pse arriti të prodhonte muzikalisht gjëra të tjera. Nuk u shërua. Po kjo është pjesë tjetër. Jo, kjo është pjesë tjetër pastaj. Kjo është gjë mirë. Jo, është pjesë tjetër, nuk isha të fol për këtë që ndodh me artistin pastaj në vetvete. Unë them, artisti në rast të se e ka një dhimbje të madhe dhe nuk e krijon në art, që të shërbej të tjerëve për mu shëru, atëherë nuk ka bë kur gjë. Ndërkohë në rastin që një artist e krijon, e bën një vepër që shëron të tjerët, po vetë nuk shërohet dot, pastaj ajo është mallkimi që e marrim neve, ajo është ajo fatura që we have to pay. Por kjo është fatkeqësia pra. Prandaj thash fatkeqësia për ne. Për ne është mirë, për ju është keq. Po. Edhe sa ka pas historia e shtata, nuk të dojgje, shumë e qetë. S'ka asnjë lloj emocioni, nuk më duron asnjë lloj emocioni reagimi, pak në bëj kot. Ku jemi jo? Jo, mos bëj kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hajde. Ha? Ishte kjo? Në sa më shumë të futesh gjëra në goja, më pak e ndjera. Cili është kantautori më i mirë shqiptar? Sipas teje. Do ta them vetëm një? E di, këto janë shumë të vështira, se ka disa. Dikë që vlerëson që është më mirë se tjerët. Kantautori? Do të them 2. O Fifi, po pse je kaq? Po një. Po do të them 2 më. Po thuaj 2, po ç'është bëj unë? Mendoj që është Flori Momajesi dhe Pirro Çako. Le jashtë Gjebrean për shkakun? Më pyete për mua. Jo, për ty, thjesht po pyet ty po ti. Dakor, bie dakord që ti ke drejtën thjesht po pyes. Po Ardi Gjebrea do ishte i treti për ty? Ardi Gjebrea ka shumë vite pa bë muzikë. U bë dhe kjo. Për kësaj. A kupton, po flasim që akoma vazhdon edhe prodhon. I pari është Flori apo do t'i barazoje? Domethënë Pirro ka kategorinë e vet, Flori ka kategorinë e vet. Flori mbase ka kriju më shumë. Jo mbase, po ka kriju më shumë se Pirro. Dhe për këtë do e lej të parin. Flori. Po, se është shumë në shijet e mia, kështu totalisht. Po, me njerë, aty është edhe Pirro, me muzikën edhe me artin edhe me fjalët që ajte me gjetë edhe me integru në... Me këtë do të bëjë një duet. Një personazh që i përket historisë muzikës shqiptare, pak rëndësi ka, mund të mos jetë më. Një ëndër. Një ëndër? E muzikës shqiptare, Vaçe Zelen. Vaçen, e? Edhe unë do doja të këndoja me Vaçen. E kom pas përjetësisht ëndër, edhe kam qenë një fan se çmendur e Vaçen. Çfarë e bën ai këtë veçantë Vaçen? Emocioni që ka ditë me e përcjell nëpërmjet vargjeve muzikës, whatever, she was, edhe Çikjo, a ke Çikjo e 7, a? E Çikjo. Lutem, ktheje këtu. Fifi, tërë stili e më, tërë stil. Ore ti, se ke këtë veshjen e ke tipar tëndin që je stylish. Je natyrë që blerje impulsive? Kur blen, apo i studion shumë? Jo, jam impulsive. Je impulsive, no? Po. Tashi jo, këtë periudhë jam qetësu këgja. Po mendoj, po kam qenë shumë impulsive. Ke qenë në blerje, e? Po. Po silin e ketë lezetshëm, duhet. Faleminderit. Jo, tashi kena gjetë edhe njerëzit e duhur, për shembull Miranda po më zgjidh punë. Miranda Dupi? Miranda Dupi, po më zgjidh punë me shpenzimet, po mi ul. Po kjo është tamam. Po shiko, edhe po të kesh edhe mos kesh shpenzime dhe të gjithë ju që na ndiqni, mjafton se është Fashion Week tani, nëse keni majutën, deri në datën 19 prill, për partnerët e jutës që gjeni lehtësisht, mjafton të futeni tek faqet zyrtare të jutës, mund të përfitoni 3000 lekë ulje për çdo produkt dhe sigurisht i ndani me këto kostet pa interes.
Edhe unë që jam impulsiv në blerje, s'kam asnjë problemi. Kur e shifni që jam stylish mo, mos më shiko kështu ore. Mos më shef. Nuk jam prind i ri, kur bësh prind i ri nuk ke shumë energji për të investuar tek vetja. Ja nis me blej për fëmijën. Aty jam Është qefi më i madh në botë të blesh për fëmijët rroba. Po. Edhe unë argëtohem shumë, të blej gjëra për Imagjino unë fëmijët. kam çuna, kuptoj sa e vështirë është për mua të blej gjëra sepse ka shumë pak zgjedhje për çuna. Jo më ka. Ka shumë pak. Jo? Se për goca është... Për goca ka shumë zgjedhje. Ajo ka filluar është dhe në moshën që ja bën kështu tani, kupton? Di ç'a do. Ka filluar po. Nice. Do vjen te teta? Teta. Hajde. Do ta marrë çik. Unë do hacëlla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjo? Se 11 janë? Teta 10 a blur? 11 është sfida e regjeneve, pra. Është opsionale. Ti mund të... Je se mësuar që nuk lyje. Ba. Bo, mua më djek direkt dhe. Jo? Lek pak. Do ta lek të emision. Nuk më mbajnë më zorët, më nuk... Nuk di që jam më plak. Thjesht mos më fto mu. Ha? Thjesht mos më fto mu. Jo, s'të ftoj me Ose njerëz si puna ime që nuk... Jo, absolutisht. Pse s'bë një emision dhe mos i grita duma për shembull të thjesht me... Se ke dhe qef. E kam dhe qef, thua jam çik mazokist. Do ta kem një lloj. Okej. Puna jote, po? O zot. Kam një kështu për ty. Hajde. Dua të të sfidoj në një sfidë që nuk është as pak e thjeshtë në fakt. Është një rubrikë e vjetër që kam në kokën time. Kam dashur ta bëj me një artist të muzikës, po e di që është shumë e vështirë. Sepse duhet të jetë një njeri që kombinon edhe tekstin, edhe melodinë. Duhet të jetë në dy aspektet. Unë do të them një fjalë dhe ti do këndosh një këngë që të vjen. Do ta gjesh sa më shpejt, është mendimi i parë që të vjen në kokë. Okej. Okej. Për fjalën mall. Mali, për ty po me mali. Ma kishe direkte. Tradhti. Nuk është vetëm të ketë fjalën tradhti, mund të jetë... Pret. O moj tradhtare. Vetmi. Pa hile unë ty të deshta, pa hile të dashrinin, pa hile po ti jeto me tradhtin. Knaqu tash, se kush jeti unë të pa shumë mirë. Knaqu tash, mos ki dert që unë e kam vështirë. Shpres. E të thash është e vështirë, se s'të vin direkt. Si është ajo? E kemi fatin E shpres. kemi fatin shprese marrëzi. E gjete. Jo, gjete ti. Frik. Rrafsh, faleminderit. Frik. Janë emocione para shumë. Nuk pas ka ma keq, se mos me t'pas ty ngat, mos me t'pas ty ngat. Dashni. A jeti, dhurata jeme zotit, më kati jemi preferum. Dashni, eksperimenti jodi. Abdhe. E kjo është fjallë kështu, dhe nuk është e thënë, kujdes? Oh, ku ka si ti është Shqipëria ime, oh, fisnikja për migur, rjet nër këngë, liqërime, balë larta me flamur. Sa më gënaqi. E, ka ngele pak, zot. 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 Fjallë të më dhatë kam zjedhë. Ha, jepi, këndoje. Hanga. Zoti. Po. Zoti mu m'ka pa, ty të unë t'ka pru, pasha jetën, du krejt jetën, me kon jeta jeme. Zoti mu m'ka rujt, ty me t'u dorëzu, pasha jetën, unë krejt jetën, hanën s'kom i shkru, për ty e Kënaqi, më kënaqi. Nën. Edhe dy ka ngel, nëna dhe një tjetër. Nën. Precisht ajo
Po mirë, nuk po du mi kënu veç këngët e mia. Po këndoj më ti në që se... Nina, nana, kratë e mia, po vjene raf mi krejt shpia, ta shupinda, qa është dashnia, kur the ty kam kanë shu mu. Bo. Rebelim. E kuskusa kënaj kush që i dënë qikat e trasha. E kuskusa kënaj kush që i dënë qikat e plota. E kuskus, ka dikush bashqaj tipi që si nuk ka mamush. Në Lego. Bravo. Fifi dhe zonja dhe zotërin. Mendim ishte. E për nuk ishte e thjesht, pra, se nuk të vin direkt. Po, më zëna i fjallë tjetër. Do fjallë tjetër që ta njëri në lojë. Hajde. Që s'më më vi fjallë të asmo, ta një qëti më mure më mësiklet. Qa fjallë e thua jon? Rrug. Rrug, pret. Rrug se e lidh me emigrimin, e kam në sensin jo të parë të fjallës. Po. Pret, me emigrimin, rrug. Kuru ktheva o prej gurbetit, bashën ti me shkova ta takoj. Më tha, nana e sa jo djalo i shkrete, ajo nesër tjetër fis po shkon. T'kujt janë krushit, o te pojata, bashën time që po vin me marë. Qenë kanë të shokut tjetës që pata, për të cilin do të hyjan zjarë. Nusen s'dua ta takoj, kam frik lotët më traftojnë, ndëroj në përqafim, s'do duroj më shpirtim, digju flak o shpirtim. Kush e mban në dorë bajrakun, zemrëzia helmoj gjakun, traftoj vasha me shokun tim, smeti tjetër veç rakia, miku im. O të pacha! Rëfsh, mirë se na mjodhe. Mirë se na erdhe. Sa e këndshme, o. E, po të kënd... Qa energie kanë artistët, pa besueshme. Se prap, bisedet janë shumë të këndshme gjithmonë, po kjo forca që keni ju, që është bekim, sa dhe do njëherë që tha mallkim, prap, është më shumë bekim për ne, se sa për ju ndo njëherë. Ma, është bekim vetëm për ju. Ja, nuk është dhe. Pse, nuk je lumtur për forcën që ke për shembull që disa shpirtra ti shërosh, disa shpirtra ti gëzosh. Patjetër që jam, absolutisht, po pastaj është një ajo energjia e keqe që e marrim prej ca komenteve, prej ca fjalëve vërdall që dëgjojmë, ajo pastaj është prap, edhe unë jam shëru kogja shumë prej kësaj ane dhe nuk mirëm fare me këtë euforinë e njerëzve negativ, por najherë kur dalim për para kogja të rëndojnë. Për momentin. Bari lesht! Nënta. Qenë do të lejnë, karvani do të eci për para. Po nise nga 11-19. Ej. Logjika mashkullore. Si ke marrë me lekun? Me lekun? Me lekun. Këtë periudhë ka gja mirë. Pa ik ma i këtej. Për zotin, jam shumë e qetë. Po le e kam për salse se ka me lekun. Ti paq të shtofshin e tjera bara, si reagi, po jep një reagi, po fifi. Po digje bun. Po për zotin, ma djekës ishte kja se kja. Si ishte shpreja me lekun? Me leku i vdekjes. Del shumë shpejt me lek quhet, po është me lek për ëngjëll. Me lek për lek. Me leku Me lek, ëngjëlli. Ëngjëlli, po pra. Pra dhe thash me leku i vdekjes, se gjilli i vdekjes rasti konkret për bua. Pas ka pas për këtë, ma menova që po pyet për lekun. Me lek ti kom mirë.
E kam shumë qetë. Me leqërit. Me leq. Me leqërit. O kujtohet shpreh një paloka, disa paloqër. Paleqër. Peleqër. Ua. Thuaj që prebo, dojja unë, vajti shumë Po keq. ja, ha patate. Na, Mese, mblidhe veten Rut. na Faleminderit Fifi. Ha patate. Nuk e ti marrësh kur të ftuarit më të fortë se vetja, kjo është. Kjo është të qartë që s'do ta bësh. Po pi çik për veten time. Pi. Po jo alkool, pi ujë. S'kam ujë. Nuk kemi sponsor ujë. Ma pas ke mush nga qezmja mu. S'më sjellin një ujë një qumësh më. Ma pas ka mush nga qezmja mu. Jo, është nuk mund. Kam një tjetër rubrik për ty. Hajde. Unë prisja këtë që ti do ishe duke u djegur edhe unë do të pyesja ti duhet të gjesh shpejt, po Hajde. do të pyes edhe për këto këngëtere, ja. Okej. Nëse nuk mendon, a ekziston problemi? Përgjigjesh shpejt për këtë. Nëse nuk mendoj a ekziston problemi, jo. Nëse s'ka dëshmitar, a ka ndodhur vërtet? Jo. A është vonë apo ne e bëjmë vonë? E bëjmë ne vonë. Nëse harron një kujtim, a ka ndodhur? Ka ndodhur. Këtu më surprizë. A është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Gjithmonë. Është gjithmonë, ë? Pa. E sigurt. Po ma mirë një e vërtet që të them, se sa një gënjeshtër që të përkohësisht të lëmon. Unë di vetëm shprehin më mirë në fund me dhimbje se dhimbje pa fund, po thjesht doja ta thoja që duket sikur di. Nëse e di fundin, a ja vlen fillimi? Patjetër që nëse e di fundin a ja vlen fillimi, jo se ja vlen fare. Dësh patjetër me përjetu me ka në rastës. Do më thonë, du të me veç me ardha, kuptoj, A një veti. rëndësi ka rrugtimi thua dhe jo destinacioni në këtë sens? Jo, ka rëndësi shumë me destinacione, po ka shumë ma shumë rëndësi rrugtime. E pra, okay. Ku jap? Nëse e thua një gënjeshtër shpesh, a bëhet e vërtet? Jo. Jo. E këtë, të vërtetën e ke pikë këtë. A është dashnia ndjenjë apo vendim? Ndjenjë. Nuk është një vendim për të ndjerë për shumë? Jo, për mua jo. Vjen natyrshëm, nuk e vendos dot pra. Në varet njerëzit që i qasën dashnisë. Qartë, Fifi. A është më mirë të dish apo të besosh? Më mirë është të dish, por unë besoj. A beson se di? Unë besoj se ndjej. A ndjen se beson? Ndjej që besoj. A di çfarë beson? Di çfarë besoj. Atëherë dike. Kush fiton, zemra apo mendja, Fifi? Te unë, zemra. Zemra. Nëse s'ka rregulla, ka gabime? Shumë. Ka. Po nëse s'ka rregulla? Ka shumë gabime. Okej. A ndryshon njeriu apo thjesht zbulohet? Ndryshon, evoluon. Okej. Nëse s'ka krahasim, a ka sukses? Absolutisht jo. A është e bukura objektiva apo iluzion? A është e bukura objektive apo iluzion? Objektive. Objektive. Nëse fal, presje, harron? Nëse fal nuk harroj. Okej. Dhe ke 10 jemi. Mirë ishe, Fifi. Pëlqen pyetjet? Ishin shumë të bukura, po ishe shumë marrun shpejt o burr. E po, Fifi, unë e kuptoj që ty kur të pëlqen një gjë ti do të 40 pyetje, po e di. Po nuk e prisja, nuk e di ato të pëlqen. Ishte 10-a? Te 9 apo te 10 jemi? 10? Ua, pas kemi shku larg. E di. Asnjë reagime si plas vare. Ko të bën? A mund ta themi zyrtarisht që Fifi është më e forta deri tani? Ja? Se po e thep shumë shpesh këto kohë fuli. Unë njerëzit për zonë. Kush është njerëzit unë? Jo, më unë jam ledh, mos më shkoj që bëj kështu, është gjitha një pjesë e një loje. Ua, jetu ngaktruar. Po patjetër. Atëherë, vazhdojmë edhe një herë të ndrojmë këtë. Është shumë e fortë, po Ojori, a e sigurt që i ke vënë mirë salsat? Më duket se jo. Mos ke gatuar i radhë plak. Ja do ta shohësh ti tani. Merri edhe provoj. Këtë radhitje që e ndryshova, do ta kuptosh që është ashtu që është. Unë nuk e di çka kupton ti, po unë kuptoj që po digjem. Mu hundët po më shkojnë veç. Po të shkojnë hundët? Po, që do me thonë është janë pikante, po jo që me m'djeg mu. Po e di si më bën më. E di si më bën. Më bën që të marr atë e të përvolojmë të vdesim gjithë këtu. Wow, Të gjithë. Ore, doja ta pyesja që parë harrova. Nuk ka lidhje me këtë situatën, po kush është lojtari më i mirë që ka luajtur ndonjëherë Big Brother?
Ne kisha kuriozitet me prejte kush mund të jetë. Për mua? Për ty. Ose 3 lojtarët më të mirë të gjitha kohërave në BIK. Podiumi. 3-2-1, manis të 3. Edhe me këta që janë si vjetë. Tash lojtar apo fitues? Jo, s'është të ndihesh fitues. Mund mos ta ketë fitu, mund të ketë qenë për ty lojtari më i mirë, mund të ketë dalë herët. Po unë. Jam bërë hiperaktiv komplet. Kam qenë unë lojtare shumë e fortë. Çfarë të bëhet ty lojtari shumë të fortë? E vërtetësia ime. Ama duket sikur s'është lojë që i favorizon shumë lojtarët. Doesn't matter. Who cares? Who cares? Nga gjithë kjo eksperiencë fitoi më fort Mozameti. Që është e vërtetë. Në një reality flasim, ha? Po Në një reality, reality po s'është BIK. Nuk e di sa mund të bënte për shembull Mozameti në Big Brother. Po është reality edhe ajo. E po është tjetër reality. Se për shembull Mozameti është lejuar që të jetë vetvetja, e kanë lënë që të jetë një trëndafil i bukur të çel. Po pse mos më kanë lënë? Se besoj që është i njëjti format. Unë besoj se ka evoluar formati dhe Mozameti tash i duhet. Fifi e ka bëke e para, nuk u dasht, tash i duhet sepse njerëzit janë mërzit nga skandali. Qartë, ti thua që në fillim kur ishte Fifi, nuk pëlqej një trëndafil, po themi, po pëlqej ajo gjëmbi. Unë e kom ndjekur në gjë të Fifis, atëherë e njofta Fifi dhe ndjeja nëpër koncertet që ikshim dhe rradha për ta taku Fifin, sidomos femrat, ishte e frikshme. Po pra, se nga një pjesë e mire... Se e gjenin veten ke Fifi, po njerëzit duke kanë këtu. Nuk dëgjohet? Sidomos meshkujt, do me thonë e kanë ato që e kanë sulmu më shumë Fifin, jo femrat. Femrat e kanë dash gjithmonë se kanë gjetë vetën të kjo. E kom kuptu. Fifi, një. Edhe për mua ishe një personazh që e doja shumë. Apo edhe performancë. Fol për këtë duash. 3 personazhet më të mirë të realit të gjitha kohërave. Do t'i bëjmë 5. Mirë, do ta heq vetën. Mirë? Do ta heq vetën, me qenë se unë u tregova Afrikacok edhe e lash në gjysmë, do ta heq vetën. Mendo se mund ta kishe fituar po të kishe vazhduar? Po. Mendo se ta kishe fituar? Po. Jo, mendoj se kishe shpresa shumë mira për. Po, nëse do ta kisha fituar e dyta. Po dy, e sigurt. E dyta. Angel Shkira. Të gjitha thonë për Angelin. Ka qenë një lojtare shumë e fortë. Mendoj që ka qenë lojtari i fortë. Shumë i fortë. I liri? Donaldi. Okej. Kjo është mendimi im personal. Dom fort. Është mendimi im personal. Për mua është dashur me fitu Donaldi. Ma thua mua. Jo se kemi që me i lirin, orë. Hapim Big Brother të tjerë. Olta Gjigari ka qenë një lojtare shumë e fortë. Luizi ka qenë një lojtar shumë i fortë. Për mua ata kanë qenë lojtarët e Big 2-shit. Te Big 3-shi, po, Egla Cena absolutisht lojtarja e ime preferuar e Big Brotherave. Dhe me thonë, ajo dhe 7 personazhet e saj unë i kam dashur. Po ishin shumë. Po sa ajo nuk u fut si Egla Cena, ajo u fut si ajo vetën e la jashtë, u fut me 7 personalitete. A kupton edhe ajo ka aktru krejt Big Brotherin. Ditin ndonjë gjë nga jeta e saj private? Jo, pak. Ajo vetëm ka tregu që e ka mamin. Po. Edhe ka vllajin, edhe ka... Atëre, do mi bësh 3 këta? Po prit se është edhe Gjesti ka qenë super lojtar. A ti bëjmë 5 atëre. Gjesti, Egla, Angel, këtu jemi deri tani, Olta Gjigari, Luizi? Luizi. 4. Ata bëj vetëm me femra. Apo jo. Luizi ka qenë lojtar, ajo shpall. Luizi ishte lojtar, që ndrrej komplet rrjedhën e lojës. Edhe njëra duhet. E di që duhet përjashtosh dikë, po prandaj janë podiumet të tilla që jo se meritojnë shumë tjerë të jenë, po Gjesti. Unë mendoj Sara Gjordeni, një lojtare më të forte që ka pasur në Bigu. Edhe Sara patjetër. Për mua 5 është Angel, Donald, Egla, Gjesti dhe Luizi? Edhe Luizi. Okej, po, besoj se do binin dakord. Për këngët do më thuash, po direkt pas salsës së ku jemi? 11. Sfida legjendave? Nuk ka bësh sfida legjendave? Sfidë legjendash. E bën apo se bën, siç është dhe birra legjenda zhvilluar me epos. Mos e na kapin copyright.
2, 3. Po thu që është shumë e djegse? Tani, djegse është, po me ty kot. Po e lidhe ola, jo në që më stoni. Bismillah. Marrë lësh. Na thua çik për projektet. Djeka. Për projektet e tua muzikore dash. Kjo Diego. Kjo Diego po, është të mllim në hunë. E ke parasysh që mundosh me ikë për mikrofonit, ndërkohë e ki këto. Mo. Dogje? Dogje, po jo që më uqman. Më vjen shumë keq që s'ka djeg më shumë. Dua të ndodhi një gjë keqe. Ma zgënjere komplet për mirë. Më zgënjo për mirë, ç'a them. Por të pak të ndikon ti me para o burr. Da disi më je shumë je. Jo, je para për shumë. Pra disin po, për djalin po, për shumë fanza po, etj. Po su bë modeste tani. Më thuaj çik për projektet. Dhe kam dhe një të fundit fare që kam për ty shpejt e shpejt. Po. Se në drejt fundit. Tani të flas për projektet. Për projektet muzikore, po ç'a do dali prej te që ta do dalim i bashkëpunim me Oriola Marashin. Me Oriolën, po, me si po pres. Është shumë material i bukur, do dalim bashkëpunim me Piro Çakon. Atë e kam kështu. Nga Oriola dhe Piro, interesant. Jo nga Oriola te Piro, është Oriola dhe Piro. Jo, si personazhe nuk ka lidhje me cilësinë, po flas si personazhe janë shumë të ndryshëm, nuk po bëj krahasim cilësor. Janë, kam një projekte me Piron e kam shumë qef, është kënga e parë dhe vetëm në jetë që unë nuk e kam shkruar asnjë fjalë. E ka bërë gjithën, E ka bërë gjithën Piro dhe jam shumë e lumtur që më ka ftuar te projekti. Kam edhe 2-3 singles të tjerë që besoj. Me plot gjëra. Po, me shumë gjëra. Kam një rubrikë e fundit për ty që është e bukur se ti ke qef këto, me sa kuptova. Shiko çfarë do bëj unë. S'ka ndodhur një në media shqiptare. Unë do pyes me një fjalë, do përgjigjesh me një fjalë. Është ujër, dhe di. Pse jo? Bismillah. Unë të pyes sot pyetje. Nesër. Kafe? Çaj. Nuk është e thënë që t'jetë një kun, mund t'jetë... S'ka gjë, mund ç'a duash ti, ja? Punë? Art. Stres? Shumë. Gjumi? I lot shumë. Telefon? Urrejtje. Mesazh? I gjatë. Sin? Pikpyetje? Unseen. Koncert? Gjigant. Trafik? I lot shumë. Parat? Shumë. Fundjavë? E largët. Aha, nice. Familja? E madhe. Shokët? Pak. Takim? I mbyllur. Fatura? Sa më pak. Shopping? Hiç. Netflix? Natën. Alarm? I rrajshëm. Von? E bukur. Halal. Von? Herët. Nxitim? Nxitim. Më fal. Nxitim. Nxitim. Diku. Pushim? Në mal. Udhtim? Jashtë. Shtëpia? Në det. Zhurmë? Ose hiç. Dita? E begatshme. Nata? Ma pyete natën. Pyeta natën unë? Jo. Nata? E bekuar. E bekuar. Zonja e zotrin Fifi edhe një shkëlqeu, valla ta bëj. E zotron fjalën, Pëlqeu? Shumë. Shumë. Do të bëj keqë i don ato do gjithkohë. Do bësh unë? Jo, s'ka më marruar. Bëja. Jo, nuk më vjen më ka gjishë shterova si njeri. Po prit, ma jap mua të ta bëj ty. Kë? Atë që ma bëre mua. Të njëjtën? Po. Mirë, okay. Se dua ta di ç'a do thuash ti. Po vërtet, po. Sot. Jam. Kafe. Spi.
Pun, Shumë. stres, gjumi, Me copa. telefon, Vazhdimisht. mesazh, Nga pak. sin, Fatkeqësisht. koncert, Do jem. me 25 E prill, 25, po, ishin disa fjalë. trafik, Motor. parat, Me raste. fundjavë, Mundohem. familja, Gjithçka. shokët, Të mirë. takim, Për ditë. fatura, Për ditë. shopping, Jo për ditë. Netflix, Për natë. alarm, Herët. vonë, Shpejt. nxitim, Vonë. pushim, Pas pak. ustim, Pushim. shtëpia, Gjithçka. zhurmë, S'më vjen të zhurma më plak. Zhurmë mund bëhet kundër heshtje, varja. dita, E plot. nata. Me ditë. Edhe ti që ke i fort I me mirë jam, i fjalë. mirë, i lezetshëm jam. Ma i mirë se ona. E më mirë se kam bërë Normal, pyetje. po e ke pse bo edhe vet, edhe e ke pata më lidh. shumë kohë ta mendoj. Po, e kuptoj ti e ka bu vet intervistën. Normalisht do ta dite, qatë. Po sigurisht. Ja, po se kisha përgatit veten. Interesante është. Kësa ja dole me sukses, legjend, absolutisht. Shiko, ne kemi traditën e Barceletës, nuk kemi një Barcelet, kujtohet një Barcelet, po të kujtohet një Barcelet mund ta thuash, është traditë tek flak fare. Barcalet? Po të vjen, s'ka problem. E di vetëm ato me papagallin Ha, si edhe është kjo? Kçyre more papagallin. me papagallin edhe me edhe me leprin. Që i pin avion. Edhe i thot, "Kce?" I thot, "Jo, kce?" I thot papagalli leprit. Po, kce? Jo, i thot, "Po vi edhe unë." I thot, "Ku po shkon?" "Po vi me ty." Një të këcy ai, "Po unë s'di me fluturu." Tha, "Ai ku po shkon ta nona ta." Po, morali mos dëgjoj kur papagalli në burg, kupton? Ku po shkon ta nona ta? Po. Sigurisht. Duhet i marrësh Tani më erdhi. Tani më erdhi. Mua jo, mu s'merdi Fifi, fare. nuk e di nëse ka diçka që do ta shtosh dhe më kam pyet. E vetmja gjë që dua ta shtoj është mos harroni me ble biletat te kuadër.com, ka dhe shumë pak vene, ju betohem. Pikat fizike i keni të sheshi Italia, te hyrja e stadiumit Air Albania dhe po ashtu te kuadër.com në internet. Unë me Google dhe keni edhe te faqja e me Instagramit ku mundeni me gjetë hapësirën për me shku dhe me ble biletat, sepse Rudi nuk është mirë. Rudi nuk Ka është që se e mirë. presi montazh. Se bishaka. Gëzuar. Është me ujë. E s'ka për krea tjetër, Isha të bumbur. ta dhanë ujë, një pikë. Jo, ja mirë, e mora, unë byta, ishte moment. Dua të falenderoj Fifin, është një personazh që nuk e di unë shumë maksimalisht intervistën me ty, Edhe është shumë e unë mirë. shumë. Falenderoj shumë. Shumë cool. Kjo është nga Argjendari Donaldo. Është një bryzulik që është bërë nga vjera ime për ty dhe praktikisht kanë bërë me mors, me anë të morsit, gjuhës morse. Ke parasysh me aty shkruhet, po do ta shpjegoj edhe më në detaj. Ato goglat e arit janë emri i birit tënd. Me vërtet? Po. Adis! Po janë goditjet e morsit, janë goglat e arit, ato tjerat janë pushimet edhe krijohet emri në këtë gjë. Po nëse doni të Argjendari Donaldo Do ta gjeni vej lehtësisht. tani direkt edhe faleminderit shumë vjerës tënde. Do ta mbaj në dorë. Argjendari Donaldo gjeni përballë qendrës Toptani lehtësisht. Dua të falenderoj të gjithë sponsorat e mi pas gjithmonë Fifit. Argjendari Donaldo e përmenda Bumbu, Epos, Tona, Petal dhe Jute. Këto ishin të gjitha. Mos harroni të na bëni follow dhe subscribe kudo. Ju puth.